korrupsioni më i madh në botë është në Zvicër. Thojnë. Po. Kush e thotë të? Të gjithë. E si është korrupsioni më i madh në Zvicër, Agani, sipas teje? Tash është kështu. Si vjedhet këto valla? Këto vjedhet. Si na dy ditë me vjedhë valla, më bëhen na milionera. Po tash s'po duhet të mësoj çysh me vjedh se vetë s'kum vjedh kurrë, nuk e di çysh shoh. A mo a din me dash? A di me dash, unë besoj se çdo njeri din me vjedh. Se ajo është një stan që këshira nej mark nej, po në Zvicër nuk shihet se është një shtet i funksionuar. Tash kojshia jam e ka Lamborghinin, unë se nuk menoj që ka vjedh nej, po menoj ka bo forcë firmë, ka bo nëj biznes të mirë. Në Kosovë është kështu se mesatari është je ki pari, je s'ki, mesatari është e pakt. Dikush ku të vjen e bën është ta biznesin e madh, vjen me parë të mëdha, shumica thojnë ka bën ai biznes ilegal. Vinë edhe shumë vite tjera deri tjera në atë vend ku janë tjertë.